Procesi i votimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit vijon me ritme të qëndrueshme, ndërsa deri me tani mbi 80.000 emigrantë kanë kthyer fletet e votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Deri më tani mbetet për të shpërndarë edhe rreth 30.000 fletë votimi, ndërsa ka gati 10 ditë kohë për në dispozicion për realizimin e plotë të shpërndarjes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se votuesit në diasporë kanë afat deri në javën e parë të majit për dërguar në postë fletët e votimit. Greqia vijon të jetë një vatër e nxehtë për sa i përket shpërndarjes dhe kthimit të zarfeve, ndërkohë që kompania postare e kontraktuar DHL nuk ka marrë ende pagesën nga KQZ-ja. Në një vizitë të kryer së fundmi, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi inspektoi nga afër qendrën Feti Borova, ku porluhen dhe verifikohen zarfet dhe votat e ardhura nga jashtë vendit. Ndërkohë, Partia Demokratike ka depozituar një ankesë zyrtare në KQZ duke ngritur shqetësime serioze për administrimin e procesit të votimit nga jashtë vendit. Në dokumentin e dorëzuar, Partia Demokratike pretendon se protokolli i dorëzuar nëpërmjet KQZ-s, partive politike dhe kompanisë DHL nuk është respektuar. Në një tjetër zhvillim, komisioneri Celibashi ka vlerësuar raportin mbi veprimtaritë publike në periudhën 20-26 prill 2025. Gjatë mbledhjes së fundit, u vendos nisja e hetimit administrativ dhe Muzeut Historik Kombëtar, Bashkisë Vlorë dhe Bashkisë Belsh për shkelje të mundshme në kuadrit zgjedhor. Nga monitoruesit janë dorëzuar 10 raporte shkeljesh, ndër të cilat 8 raporte për hapje zyrash zgjedhore në një distancë më të vogël se 300 metra nga qendrat e votimit apo KZAZ, në kundërshtim me ligjin. 2 raporte nga Bashkia Belsh për vendosje të materialeve propagandistike në fasadë banesash. Subjektet zgjedhore kanë urdhëruar që të tërheqin materialet propagandistike brenda 24 orëve, në të kundërt largimi i tyre do kryhet nga policia bashkiake me urdhër të KQZ-s.